Nedim Bajrami duket se vazhdon të jetë çështje e Rangers. Fantazisti kombëtares është lënë jashtë sot për ndeshjen e javës së 9 në kampionatin skocez. Trajneri i ri Danny Röhl nuk e ka përfshirë në listën e lojtarëve të gatshëm ndaj Kilmarnockut. Gjermani ndërkohë ka sfidën e parë para tifozëve të Rangersit. E para ishte në Ligën e Europës, ku Rangers u mposhti me rezultatin 3-0 nga Brann. Aty Bajrami nuk mund të luante pasi nuk është federuar për sfidat europiane. Fantazisti kombëtares është një nga lojtarët e preferuar të trajnerit Silvinho. Ndërkohë, Bajrami është aktivizuar në 29 ndeshje, numër i barabartë me Christian Aslanin që regjistron më tepër minuta. Kontributi i tij në 11 gola, ku 4 prej tyre janë asist, është poshtu shifra më e mirë tek uqezinjt. Në Skoci po kalon një nga vitet më të vështira të karrierës. Te klubi i Rangersit ka kontratë deri në verën e vitit 2028, ndërsa situata e sotme është përsëritur edhe më parë.